që ne jemi në një lojë thjesht. Në një lojë e cila tërësisht është kalkulim elektoral. Edhe nuk e ka as pak shqetësimin e nevojave dhe kërkesave që ka Kosovë. Nuk e ka shqetësimin e nevojave buxhetore të organizatave buxhetore, të punëtorëve, të projekteve, të fondeve me cilat vendi yt funksionon dhe njerëzit presin nga institucionet që të kryejnë. Prandaj tash 8 muaj ne kemi bërë thirrje që kemi të pjekur të thirrin mendjes racionale, të ndërtojmë marrëveshje politike, ndërtojmë institucionet dhe funksionej shteti. Me pas për një me shqetësimin e qytetarëve, e atyre që kanë rrezikojnë mos me marrë pagat dhe funksionimin e mirëfillt të shtetit, partitë politike sot e tash 8 muaj e deri sot kishim mbledh dhe kishim bërë edhe një buxhet me konsenzus, edhe një qeveri me konsenzus, kalimtare për 3 muaj dhe nuk e kishin të kesh trajtuar e maltretuar qytetarët. Kështu që gjithë ata të cilët bën thirrje gjaja në emër të asaj të interesit nacional, ka hipokrizi të madhe në këtë ide. Ata që kanë pas mundësi mos marrë gjendje deri këtu në Kosovë, fatkeqësisht janë thjesht tërësisht pa përgjegjshëm dhe kanë bërë një lojë pa shkrupull tërësisht e punë krye elektorale.